Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 lutje Allahu xhallahu ala nuk I kthen, pra nuk I refuzon ata, dhe një prej tyre lutja e agjerimtarit deri në kohën kur të thret az ezani I akşamit. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë gjelle wa ala e madhërojmë, për Allahun subhane wa ta'ala në sejdë dhe në rukubim, e falenderoj Allahun subhane wa ta'ala, ashtu si që falenderoja I veten e ti në fillimin e libit kur tham, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, të gjitha falenderime dhe lavdatat I takojnë Allahut Zotit të botrave, e falenderojmë Allahun te bareke wa ta'ala, ashtu si që falenderoja I veten e ti, ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha, Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Falenderimet I takojnë atij, I cili krijoi qiejt edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. O ju robër të Allahut, Allahu te bareke ve teala nuk ka kriju asnjë krijes, vetëm që ajo ta falenderon dhe ta madhëron Allahun xhallahu ala. Ja ku është bubullima, thot Allahu xhallahu ala për të, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Edhe bubullima e madhëron Allahun me elhamdulillah, dhe melaqet e madhërojnë atë me frikë dhe me shpresë dhe për ulje. Allahu te bareke ve teala na tregon në Kur'an se të gjithë krijesat në qiell dhe në tokë madhërojnë atë me fjalën elhamdulillah. Thot Allahu xhallahu wa ala, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Nuk ka asnjë krijes në qiell dhe në tokë vetëm se e madhëron Allahun me fjalën elhamdulillah, por ja që ju nuk e kuptoni formën e falënderimit që ata ja bëjnë Allahut subhanahu wa ta'ala. E si të mos e falemderojmë Allahun xhallahu ala kur ai na I dha shikimin, e si të mos e falemderojmë Allahun kur ai na I dha ndigjimin, e si të mos e falemderojmë Allahun kur ai na I dha mirësitë e dukshme dhe të padukshme. Thot Allahu xhallahu ala në Kur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Në qoftë se mundoheni dhe përpiqeni që të numroni një mirësi prej mirësive të Allahut, nuk mund ta numroni atë. Tregomni o ju robër të Allahut, si mundet që ne ta numrojmë mirësinë e dëgjimit. Si e ka kriju Allahu te bareke ve teala atë. Si e ka kriju Allahu xhallahu ala shikimin. Si e ka kriju Allahu xhallahu ala, si ka kriju këmbët edhe duart. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotërion ton, për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu xhallahu ala, elus Allahu xhallahu ala që të na bashkon me të në xhennetet e larta ya rabbel alamin. O ju robër të Allahut, derisa një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte me sahabe radhiyallahu ta'ala anhum, dhe ata I than, o I dërguari Allahut, Rabbuna qaribun fanunajih am ba'idun fanunadih. O pejgamberi Allahut, Zoti ynë a është afër dhe ta lusim atë me lutje të qetë, apo Allahu xhallahu ala është larg dhe ka nevojë që ta thrasim atë me zë? Heshti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam derisa zbriti ajeti Allahu te bareke ve teala ku Allahu xhallahu ala thot, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. E kur të pyesin robërit për mua o Muhammed, me të vërtet unë jem afër. I përgjigjem lutjes të lutësit kur ai më lutet. Andaj lutjuni Allahut, përgjigjuni Allahut subhanahu wa ta'ala, se me të vërtet Zoti juaj xhelle xhelalu është afër. Ai dëgjon lutjet e bareke wa ta'ala dhe nuk I kthen poshtë ai subhanahu wa ta'ala. Po ju robër të Allahut, ky ajet madhështor të cilin e lexova para jush, e bukura dhe madhështoria e saj është se ka zbritur me njëherë pas ajeteve të agjerimit dhe të Ramazanit. Pra pasi që Allahu te bareke wa ta'ala thot, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj Ramazanit është muaj në të cilin zbriti Kur'ani.
Pas ati ajeti Allahu xhallahu ala thot, e kur të pyesin robërit për mua, tregoju atyre se unë jam afër, veçanërisht në muajin e Ramazanit. Allahu te bareke ve teala është afër pranimit të lutjeve të robërve të tij, për arsye se zemrat janë më të pastërta se sa janë jashtë Ramazanit. Zemrat janë më të thyera në Ramazan se sa janë të thyera para Ramazanit. Veçanërisht o ju robër të Allahut, në kohën e iftarit, në kohën para se të thërret ezani akshamit, me të vërtet lutjet e asaj kohë janë të pranueshme. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 lutje Allahu xhallahu ala nuk i kthen, pra nuk i refuzon ata, dhe një prej tyre lutja e agjerimtarit deri në kohën kur të thërret ezani akshamit. Andaj o ju robër të Allahut, e gjithë dita e agjerimit, e gjithë dita e muajit të Ramazanit dhe çdo ditë prej ditëve të saja, vallahi billahi pranon lutjet dhe duajat. O ju robër të Allahut, pa nuk e ka be çdo njeri për nesh një lutje dhe një nevojë që t'ja drejton Allahu te bareke ve teala. A nuk kemi një hall për halleve të kësaj dunjaje, që Allahu xhelle xhelalu që Allahu subhanahu wa taala ta lusim të na i largon atë hall. A nuk kemi një borxh për borxheve të saja, e që Zoti i Madh xhallahu ala wallahi të na i shpagon borxhet. A nuk kemi një sëmundje në vete apo në ndonjërin prej familjarëve ton, e që ta lusim Allahun xhallahu ala që ta ngrit atë sëmundje dhe të na jep shërim të plot, kur dije se shëruesi i vërtet është Allahu subhanahu wa taala. Po vallahu ima nuk e ke ndonjërin prej të afërmve të tu që tretet në tokë dhe ka nevojë për lutjen tënde që Allahu ta falë dhe ta mëshiron. Po pse atëherë nuk i ngrisish duar tek Allahu xhallahu ala, veçanërisht në kohën para akshamit, në një cep të shtëpisë tënde, apo duke i tubuar të gjithë familjarët e tu, bijat edhe bit e tu, që së bashku të luteni, që Allahu xhallahu ala ta lutni dhe të përgjëroheni para atij subhanahu wa taala. O ju robër të Allahut, na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se për edukatave të lutjes është fillimisht ta falenderojmë Allahun xhallahu ala duke thënë: o Allah, ty të takon falenderimi për mirësinë e Islamit. O Allah, ty të takon falenderimi për mirësinë e imanit. Pra falenderoj Allahun për mirësitë e tua në trup dhe për mirësitë e tij të dukshme dhe të padukshme. Pastaj dërgo salavate për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj në lutjen tënde thuaj: o Allah, shumë gjunahe dhe mëkate kom bë, o Zotim, por ty je falësi dhe mëshiruesi. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësonte që të lutemi: Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. O Allah, ty je falësi, e don faljen, andaj na fal neve, ja Rabbel Alamin. Allahu Akbar. Shikoni o ju vëllezërit e mi, këtë dua pejgamberike, profetike, muhammedije të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam: o Allah, ty je falësi dhe ty e don faljen, andaj më fal mua, ja Rabbel Alamin. Lutë Allahun xhallahu ala o vallahu im për prindërit e tu. Lutë Allahun xhallahu ala për të mirat e dunjas edhe të ahiretit, dhe dije se pasha Zotin e madh Allahu nuk i kthen duart e robit poshtë. E në qoftë se Allahu xhallahu ala ja vonon lutjen robit, derisa vije dita që robi vdes dhe jo dua nuk pranohet, shpërblimet e asaj lutje do t'i gjesh para Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: kur robi lutet Allahu xhallahu ala, ose do t'ja pranon lutjen, ose do t'ja largon një të keqe më të madhe se ajo, ose do t'ja lën shpërblimin e asaj lutjes në ditën e Kiametit. E sahabë radiallahu ta'ala anhum i thanë: idhe nuksimi në dua i ja Rasulallah, atëherë të shtojmë lutjet, o pejgamberi Allah. Tha: po, shtoni lutjet sa ma shumë, se vallahi billahi nuk jeni të humbur dhe të dështuar. Lutuni o ju vëllezërit e mi, se Zoti juaj xhallahu ala don lutjen. Wallahi në qoftë se nuk ka në lutje dhe në dua diçka, po si e gëzojmë Rabbul Alamini subhanahu wa taala, do ta lusim atë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: me të vërtet Allahu te bareke wa taala hidhrohet kur robërit nuk e lusin atë. Andaj dietarët kanë thënë: e pse o biri Ademi trokisish dyert e atyre që në qoftë se i lusish ata hidhrohen, dhe nuk e trokisish derën e atij në qoftë se e lusish ai gëzohet, dhe në qoftë se nuk e lusish ai hidhrohet. Walhamdulillahi rabbil alamin. O ju vëllezërit e mi,
Ishte dikush prej të parëve tonë prej dietarëve, kishte emrin Wahb ibn Munabbih, Allah i mëshiroft, i cili një ditë prej ditëve doli nga xhamia, kur ja tek dera e xhamisë pa dikën që luteshte, lypsar. Dhe imami i tha, o filan, po pse be lypish prej atij që ta shfaqen fukarallëkun dhe ta mshelen derën, dhe nuk ish brenda në xhami, ta lusish atë i cili ta hap derën dhe ta tregon pasurinë e tij subhanahu wa taala. Po pse o ti robi Allahut shkon dhe i troki dyert e krijesave, edhe ka haru derën e krijuesit të madh te bareke wa taala. Wallahi billahi, dëshmon vallahu ju i pe këtij minberi, nuk e di që e kom lutë Allahun për një kërkesë për kërkesave të dunjase që Allahu ma ka refuzu. Kam bet vetëm një kërkesë që ja lusë Allahu xhallahu ala, shpresoj se të ma pranon. O Allah, më shti në xhennet dhe më ruaj prej zjarrit të xhenemit. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kush i lutet brenda ditës Allahu 3 herë, o Allah, ma mundso xhennetin, o Allah, ma mundso xhennetin, o Allah, ma mundso xhennetin. Vetëm se xhenneti Allahu subhanahu wa taala i thot, o Allah, të lutem jep ja këtij njeriu xhennetin. Dhe në momenti që robi kërkon mbrojtje Allahu prej zjarrit të xhenemit, duke thënë, o Allah, më ruaj prej zjarrit të xhenemit, o Allah, më ruaj prej zjarrit të xhenemit, o Allah, më ruaj prej zjarrit të xhenemit, vetëm se zjarri i xhenemit i thot, ja Rabbi, ruaje filani prej zjarrit të xhenemit. Dhe wallahi billahi kam bindje se Allahu edhe ato do të na i pranon, se nuk i kthen Zoti i Madh xhallahu ala lutjet e robërve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet Allahu është i turpshëm, Allahu është i turpshëm, është bujar, turpërohet kur robi ti ngritën duart dhe ai t'ia kthen duart bosh. I lartësuar që Zoti im subhanahu wa taala dhe Zoti juaj. O Allah, të lutemi me emrat e bukur, cilësitë e larta, ja Rabbel Alamin, na jep të mirat e dunjas, ja Rabbel Alamin. O Allah, na jep të mirat e ahiretit. O Allah, na ruaj prej zjarrit të xhenemit. O Allah, kërkojmë prej teje xhenetin. O Allah, kërkojmë prej teje xhenetin. O Allah, kërkojmë për vetët tona dhe për prindërit tanë xhenetet e tua, ja dhe xhelali ul karam. O Allah, të lutemi për ne dhe për prindërit tanë, ruana prej zjarrit të xhenemit. O Allah, ruana prej zjarrit të xhenemit. Ja Rabbi, bëni haram çdo trupa prej zjarrit të xhenemit, ja dhe xhelali ul karam. O Allah, të lutemi me emrat e bukur dhe cilësitë e larta, me emrat e tua të cilat ti i din, dhe të tjera të cilat ne nuk i dim dhe ty i din. Ja Rabbel Alamin, bëje Kur'anin pranver të zemrave tona, pranver dhe qetësi të shpirtrave tona, ja dhe xhelali ul karam. O Allah, të lutemi, ja Rabbel Alamin, ruaj pasasit e ton nga devijimet, ja dhe xhelali ul karam, bëj ata pasardhës të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, mëshiroj të vdekurit tanë, muslimanët të cilët kanë shku dhe kanë ardhur tek madhëria yte, ja dhe xhelali ul karam.